Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë kanë referuar materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim një 39 vjeçar banor në lagjen Isa Boletini, pasi dyshohet se ka dhunuar fizikisht bashkëshorten e tij, e cila është e pajisur me urdhër mbrojtje prej tij. Po këta specialistë kanë ndaluar një 48 vjeçar banues në Vlorë, pasi dyshohet se ka kryer veprime të turpshme ndaj vajzës së mitur 14 vjeçare, të bashkëjetueses së tij. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Orikum kanë referuar materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për një 29 vjeçar banues në Durrës, pasi në cilësinë e drejtuesit teknik pranë një firme dyshohet se nuk ka marrë masat e duhura të mbrojtjes në punë dhe si pasojë në datën 21 maj 2025 në Orikum është dëmtuar gjatë punës punonjësi i kësaj firme, një 28 vjeçar banues në Librazh. Po këta specialistë referuan materiale në prokurori dhe shpallën në kërkim një 28 vjeçar banor në fshatin Radhim, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim një shtetase e mitur, një 16 vjeçare, se ky shtetas e ka përndjekur në mënyrë të vazhdueshme duke shkaktuar frikë dhe ankth. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë kanë referuar materialet në prokurori dhe kanë nisur procedimin penal për një 32 vjeçar banues në Delvin, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim një 58 vjeçare banuese në Fier, se i ka marrë një shumë lekësh me pretendimin se do i kryente disa punime në banesë duke e mashtruar atë. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.